E dimi që ka shumë njerëz që dalin sot dhe masandaj bëjnë shenja mrekulli. Dhe ky është vargu që ti do ta kesh në jetën tënde. Ligji për të rirë 13, 1 deri në 5. Propozojnë shenja mrekulli, po në laç. Propozojnë, dalin nëpër televizionet, propozojnë. Do t'i shikojmë më vonë. Dhe bëjnë dhe shenja mrekulli dhe realizohen dhe të thonë, shiko çfarë ndodhi. Ndërkohë po të thonë të shkon mbas ujnive të tjera që ti nuk i ke njojtur kurrë, thotë. Ato ikonat, ato masandaj guvën në laçe dhe fute kokën atje dhe vendosë qirin të këtu, bëjnë në formën e shenjës së vdekjes së kryqit që Perandoria Romake përdori Hermesin masandaj dhe do shërohesh. Dhe në qoftë se ndodh masandaj ndonjë hale, po të kesh në grykë siç thoshte tjetrin në laç. Nëse do vazhdojmë. Ti nuk i ke njojtur kur, thotë. Ti nuk do ta dëgjosh këtë lloj profeti ndërmtari, thotë. Vlla motër, përse? Sepse Jahve Zoti tënd, thotë, po të vë në provë. Po të vë në provë, thotë, nëse do ta duash, Jahu me gjithë zemër, me gjithë shpirt, dhe do shkosh mbas ti, do kesh frikë mbas ti, do t'i bindesh urdhrimeve të tia dhe do t'i bindesh zerit të tia. Dhe ati na vjen në provë çdo ditë, duke lënë Satani vërdalla. E vuri në provë Jobin, vlla motër, Jobi ishte njeri drejt, pa mëkatuar. Sepse e shikoj tani që një motër më nxorri, më thëndaj, vetëm vargun e parë. Tha vlla, i lem, tha, denominacionet që kanë mësuar, tha, dal të mësoj një moment në të vërtetën, tha. Jobi, tha, ai ishte njeri i pa të meta, e kishte frikë atin Jahuen. Çfarë do të thotë nga ana e të vërtetës të ligjit? Do thotë që zbatonte ligjin. Dhe me një ngela. Sepse nuk kam studiuar librin e Jobit, por puna është që tani në të vërtetën nuk kam shpenzuar kohët e fundit. Sepse po mundohem që ti të marrësh të vërtetën që mëkati është shkelja e ligjit. Dhe ati po teston zemrat çdo ditë. Që nëse neve çfarë, nuk do shprehin vetëm emocionet, se me të parë këtë ja shikon, unë e dua me gjithë zemër, me gjithë shpirt. Ndërkohë ati thotë, do të shkosh mbas meje, do të kesh frikë nga mua dhe do të zbatosh urdhrimet e mia, thotë, dhe do më bindesh mua, thotë. Bindja, dashuria e vërtetë. Zbatimi i urdhrimeve është përkufizimi biblik i dashurisë. Para Gjonit 5:3 që po citonte Jaku i ke përpara. Dhe kështu i shërben atit. Po Jehoshua masandaj që nëse emri, le ta shikojmë atë Jehoshua 24 që përmendet gjithmonë. Ndërkohë që Jehoshua thotë, duhet të meditojmë tek ligji i tij ditën e natën dhe timi të kujtimshëm, thotë, mos ke frikë, thotë. Okej. Që themi, e citojmë atë varg, ju e keni ndoshta prekur më përpara, shumë e kanë në shtëpitë e tyre varur. Okej, le ta shikojmë së bashku. Që sipas shtëpisë time, si është vargu? Vlla motër, si është vargu? Sepse unë tha Jehoshua, e lema të Zeusin emrin e tij, nuk është i tij, por okej, le ta shikojmë së bashku. Vargu 24, apo jo? Jo, nuk është vargu 24. Sipas meje dhe shtëpisë time, po, është 15. Okej. Po nuk e marrim kontekstin sot. Ja, unë po e dua me dashuri, ja, emocionet e mia dhe kaq. Kaq. Okej. Ndërkohë, kemi kontekstin. Kush ishte në këtë rast? Jehoshua është emri i tij vërtet. Ne nuk është, masandaj shikon më vonë që thonë Jezus. Jo, më fal, jo Jezus, por ndoshta përmenden në një vend, ndoshta në letra e kronikave. Por është në shqipsi e kanë, nuk e mbaj mend tani, por nëse. Jeshua, i thonë Jeshua, po. Jeshua. E si që ka emri i mbretit të lavdisë, duke marrë, masandaj, emrin e një tjetri?
e ka Jashua, mbreti tonë, Zoti tonë Jashua. Jehoshua ishte një personi tjetër. Janë disa germa që po ta veçërej bën diferencën. Nëse ja shikojmë së bashku, sepse fryma po e sjell, dhe normal që do jetë edhe pjesa tjetër, se nuk e mbarojmë dot të terën sot, for se sa kisha unë për të thënë, por do të ecë përpara të rebi. Okej, dalë të shikojmë. Heqim titullin e vëmë me emrin e Atit, sepse është emri i tij. Kur është Zot, ja ku kemi Zotrat të cilëve, okay, Perëndit, po ta përmendësh Perëndit, di që është një Zot pagan, e di, dhe ja dallojmë, veçohemi dhe neve. Okej. Tani tha si tha, prandaj tani ja keni frikën Jahves. Të kemi frikë Jahven, si thamë, duke zbatuar. Duke zbatuar urdhrimet e tija, ja, të keni frikë nga i, të zbatojmë urdhrimet e tija, dhe i shërbejnë dhe lidhesh ngushtë me Atin. Okej. Dhe i shërbejnë me ndershmëri, me devotshmëri, me moralin e shëndoshëm, në ligjin e përsosur që ka urdhrimet brenda, me besnikëri, do thotë që je besnik ndaj zbatimit të urdhrimeve, dhe heq perëndit të cilat u shërbenit e tërtuam ata në lumin e Egjipt, tha, hiqin ato idhuj që kanë krijuar në zemrat tuaja, tha, hidhini tutje. Dhe si tha, vihuni në shërbim të Jahve. Vihu në shërbim të Jahve, vëlla motër, që sot më i devotshëm, më i ndarë, më i veçuar, kështu do kesh harmoni në familjen tënde. Dhe në rast se ju duke një gjë e keqe, në rast se ju duke një gjë e keqe ti shërbini Jahven, atëni zgjidhni sot ku do t'i shërbeni. Ndërkohë kontekstin pak më përpara, flet hapurazi. Do t'i shërbeni Atit Jahve duke zbatuar urdhrimet e tija, apo perëndive të cilat u shërbyet me ata në lumit, po e thotë, amorenjve në të cilat ju banuat sot. Por, e di çfarë tha? Për sa më përket mua dhe shtëpisë time, unë do t'i shërbej Atit Jahve në urdhrimet e tija, në ligjin e përsosur të tija. Nuk e di ti, vëlla motër. Te kështu nuk do më katoj dhe po ndjek gjurmët e Mesias. E shikon që këtë vargë me njëre marrin pa ditur çfarë themi? Sa gjëra ju po kuptoni të miqësisë tonë këtu ja. Besoj që fjalët janë hedhur më përpara me vargje, me citime, me deklarime fetare. Ndërkohë ka një kontekst. Ta kesh frikë Atin do thotë ta nderosh në urdhrimet e atij ligjit. Dhe i shërben Atit, kjo shërbesa jonë primare, tërësia e njeriut. Duke ecur në urdhrimet e Atij, veçohesh, vëlla motër. Kur ke vendosur të veçohesh, pagëzohesh në ujë. Pastrohesh nga shkelet e ligjit të kaluara, nga shkelet e urdhrimeve të kaluara, merr dhuratën e frymës shenjtë, ecë me i devotshëm akoma. Në qoftë se do të pagëzohesh të behar, në fillim të 3 javëve të qershorit, kontakto në Messenger dhe merr dhuratën e frymës shenjtë prej Atit. Jo në larje të shumta që janë bërë gjatë viteve, siç i dimë. Dhe për ty motër në lejzë. Lutem Atit, jo për ne të miqësisë tu, por ti e kupton. Sepse unë udhëtoj, mund të vi deri në Lezhë, mund të vi deri në Voskopojë, mund të vi kudo në Shqipëri, dhe kam vajtur edhe përtej Shqipërisë dhe në Kosovë. Dhe për ty motër. Por duhet të pagëzohesh për shkeljet e ligjit që ke kryer deri tani, ndahesh nga idhujtaria e denominacioneve, por ajo të takon ty nëse do t'i lesh në zemrën tënde t'i heqësh ato hyni që të kanë dhënë gjatë tërë kohës dhe t'i fillosh t'i shërbesh Atit Jahve në urdhrimet e atij ligjit. Dhe mison masandaj dhe nuk del nga misia, po mison, afrohesh. E frikatin zbaton urdhrimet e tija, i binde zerit të tija, me zemër të sinqertë, me besim të plotë, sepse urdhrimet e tija meritojnë besim, lidhesh ngushtë me Atin, dhe të tjerët i skarton dhe nuk ndjek ata, sepse në atë mënyrë ata po të çojnë jashtë rrugës në të cilën Jahve të ka urdhëruar që ti të ecësh. Në këtë mënyrë e shkul dhe të keqen masandaj nga mesi tënd, duke u konvertuar, duke u penduar, duke kthyer në urdhrimet e atij ligjit, që është përkufizimi biblik i pendimit. I pendimit. Por kjo na takon neve.
manko neve. I heqim idhujt në zemrat tona. Sepse idhuj mund të jetë vetja jona, mund të jetë telefoni, mund të jenë familjarët, mund të jenë dhe fëmijët tanë, dhe partnerët tanë mund të jenë idhujt. Por në të rast, në thonë se idhuj më i madh që ti duhet të kesh në jetën tënde është Ati Jahve dhe biri tia. Dhe ata do adhurosh dhe do të shërbesh në të gjitha urdhrimet e tia dhe kështu heq larg shumë gjëra nga jeta jote, gëzon mirësinë e tia. Gëzon bekimet e qiellit që ka folur në legalitetin e tia, në ligjit tia. Ligji për të 28, Levitiku 26. Okej. Vazhdoj. Okej, thot, mos bëj aleancë me banorët e vendit, sepse ata çfarë? Eksodi 24, vazhdo në vargu 15. Okej, s'ka gjë. Ata shturjen, shikon tash, thot, po shturjen, thot, me idhujt e tyre dhe i ofrojnë në fli idhujve të tyre, thot, ti mos hyr, thot, në aleancë me ata. Bileso, ndokush prej tyre të fton, dhe ti të shkosh dhe masandaj dhe ha nga flit e tyre, biles të merr dhe nga bijat e tyre, dhe vajzat e tyre masandaj shturen tek ydhujt e tyre, dhe ti shtynë bijtë e tu të shturen me ydhujt e tyre, thot ti mos e bëj këtë, thot, sepse dikush të fton vlla motër në ydhujt e tyre, i shikojmë cilat janë ydhujt. Ti masandaj thot nuk do të bësh në një idhull me metal të shkrirë. Idhull me alçi, me metal të shkrirë është njëjta gjë, ka plot, ja ku i ke. Idhujt me metal apo me kafkat, të duket një gjë e saktë vlla motër. Me frymën e vdekjes, ti lutesh kafka. Kjo është vudu. Vudu është magjia meksikane, afrikane që merren me frymën e vdekjes, nekromancia quhet. Diellin të vdekurit. Prandaj shikon në Meksikë që i luten të vdekurve, që masandaj të veprojnë, thonë ata, etrit tanë kanë vdekur, dhe kur të viziton një që ka vdekur në jetën tënde, një familjar, mos mendo se është ai, po të vjen demoni dhe është fryma e vdekjes që po të shfaqet i ligu masandaj si një engjëll drite, si një familjar që do të masandaj të tërheqi me fjalët që do të thotë që ti ta ndjekësh atë fjalë. Ndërkohë, a nuk do të konsultohemi neve me Atin Jahve? Jeshaja thotë 8, 19 dhe 20 vargjet. Ja ku i ke. Nuk do të vesh idhull me metal të shkrirë. Jo vetëm metale ke plot, ja ku i ka metalet dhe varur, shenjën e vdekjes, po i ke metale këtuja, se shumë metale janë, ja ku i ke këtu. Të mos gjende në një Ati në ligjin e përtrirë tia, që të konsultojnë në frymrat e të vdekurve, sepse kjo gjë është një gjë e nevritshme përpara meje, thot Ati Jahve. Nuk do të hysh në këto tempuj, vlla motër, e kupton sepse hap legalitetin të dënohesh prej Atit. Buhen fëmijët të tanë, e ke vënë kur neve bëjmë diçka, unë e kam përjetuar vetë, kur ndodh diçka jo e pëlqyeshme përpara Atit. O do qajnë fëmijët tërditën, o do qaj natën, o do ndodhi e shikojnë që Ati po dënon fëmijët tanë. Po i qorton neve nëpërmjet dhe po godet ata. Dhe përse ata nuk kanë faj, por i kemi neve faj. Kemi ne shkelit e ligjit. Dhe ne i hapim derën masandaj. Fjalë të urta 26:2 thotë, që mallkimi pa arsye nuk ka efekt me atij person. Shkelja e ligjit. Mos merr, Ati nuk e tha vlla motër, nuk e tha hapurazi. Mos hyr, thotë, e tha këtu poshtë, jo pse do kalojmë ande. Mos bëj aleancë, thotë, me këta njerëz, thotë, që shturen me idhujt e tyre dhe flijojnë në idhëve të tyre. Ja ku i ke flijimet. Ja ku i ke flijimet. Flijimet frymërore. Nuk do të bëjnë sakrificat të pulave apo të ndonjë kafshe përpara. Ja ku janë flijimet frymërore.
të idhujve të tyre. Mos merr pjesë vëlla motër në ambiente të tilla. Mos hyr, dil prej tyre, thuaj edhe të tjerëve të dalin prej tyre. Ja ku ke idhujt të shkrirë, ja ku ke metalin e shkrirë që e përqafon. Një metal përqafon metalin, ja një metal tjetër. E ke arin këtuja që po të vendosësh ajo ar shati komplet me hante bukë për disa vite. Shatin në Shqipëri. Shikon masonët, këta janë shoqëri sekrete që adhurojnë diellin, që adhurojnë Horusin, syrin. Ja ku ke, dhe si thonë mas andaj? Të jetë një adhurim i vazhdueshëm live, kjo është 24 orë, 7 ditë në javë, 364 ditë në vit, live, ka kanale në YouTube që vetëm kjo është majgjepsia vëlla motër. Lutem në këtë moment, dua të lutem për ty. Dua që të lutem për ty. Përqendrohu për një moment. Dua që të thyet kjo majgjepsi në emër të Jashuas në jetën tënde. Nuk ka rëndësi vëlla motër. Atë lutem atë në emër të Jashuas. Lutem atë që çdo manipulim i të ligut që ka ndodhur për shkak të padrejësive tona dhe të ejtërve tanë, që tani vëlla e motër që është tu në miqësi apo ai që dëgjon në live, lutem që ta marrë pendimin e tij apo të saj, në emër të Jashuas. Lutem atë që kjo frymë majgjepsie, vdekje, nekomancie, të thyet në emër të Jashuas në jetën tënde, të shkulet tani në emër të Jashuas. Largohu prej saj, largohu prej tij në emër të Jashuas. Të qortoj tani në emër të Jashuas, të largohesh nga jeta e tij, nga jeta e familjarëve të tij. Të saj në emër të Jashuas, largohu, shkulu në emër të Jashuas. Le të shkulet prej fëmijëve tanë, vëlla motër, në emër të Jashuas, çdo frymë ligësie, çdo mbjellje, çdo shigjete që ka ardhur i ligu, ka vizituar çdo mbjellje në jetën tënde, në ëndra apo fizikisht, në emër të Jashuas, të shkulet prej teje në emër të Jashuas. Le të thyet ajo ligësi tani. Ato fryma në kumancie, magjie. Magjepsimi në emër të Jashuas, le të thyet tani në jetën tënde. Ajo bestie ligësie, le të thyet tani. Deklaroje tani vëlla motër. Jam në bestidhjen e gjakut të Mesias. Ka marrë devotshmërinë në zemrën time. Të ecë në urdhrimet e atij ligjit. Prandaj në emër të Jashuas, unë ndaj veten time nga hynit e tjera që kanë patur legalitet në jetën time për shkak të padrejësisë e ëtërve të mi. Prandaj në emër të Jashuas të largohet çdo manipulim, çdo frymë që ka vazhduar të godas familjen time, të shkulet tani nga jeta time, nga jeta e partnerit tim dhe nga fëmijët të mi në emër të Jashuas. Le të marrësh tani në emër të Jashuas çlirim të plotë vëlla motër. Në emër të Jashuas, le të thyet zgjedhja e të ligut, zgjedhja e nekromancisë, zgjedhja e vdekjes, e magjepsimit, dhe çdo ligësi që të tërheq duke të shkuar me ëndrat që në fëmijërinë apo në vendin tënd ku ke lindur, në emër të Jashuas. Ajo altar të paralizohet tani në emër të Jashuas. Frymat e liga që kanë mbajtur peng jetën tënde, familjen tënde, familjarët tënd, le të shkulet tani. Ajo ligësi, le të marrë fund tani, ajo bestidhje ligësie. Le të arrestohen dhe të arrestohen ato ligësi, ato frymra, të bëhen pa fuqi, të shfuqizohen tani ato demoni që janë dërguar nga altari në familjen tënde, në brezin tënd, nga çdo person që të ka marrë emrin dhe ka çuar në për altare për shkak të urrëties apo çdo ligësie që mund të ketë në zemrën e një personi. Le të arrestohen tani ato frymra, le të shfuqizohen tani ato fryma vëzhguese, monitoruese,
trazimin në emër të Jashuas të shkulen nga jeta jote, të marrin fund çdo assignment, çdo detyrë që kanë patur në jetën tënde kundra teje, të shfuqizojnë ato detyra ligësie në emër të Jashuas. Dhe çdo autoritet dhe manipulim të çdo akrepi dhe gjarpri në jetën tënde të thyet tani, të shfuqizohet tani, të shkulet për jetës tënde, që ti të ndriçosh në ligjin e Atit, hecës në urdhrimet e Tij, dhe të mësosh të tjerët, dhe familja jote të lulëzojë, lavdi i emrit tënd o Atë, të lulëzojë në emër të Jashuas. Të marrim një varkë, masa nuk do vazhdojmë, sepse është shumë e nevojshme për bekimin tonë. Psalmi 128, sepse më erdhi tani me njëherë e solli fryma në zemrën time. Lavdi emri tënd, do ta kem diku këtu po. Ata shikojmë. Psalmi 128. Shpresoj ta kesh ndjera të lutjen. Vëlla motër, nëse dëshmoni mos andaj ju mund të bëni koment, por për ju online gjithashtu nëse e përjetuan, bëj një koment në Facebook apo në YouTube. Okej, vazhdojmë. Prap, gjithmonë nuk mund të shpëtosh nga rrugët e Tija. Nuk mund të shpëtosh nga nderi që duhet i tregojmë duke pasur frikë Atin Jahwe. Okej, më fal. Tani, është i bekuar një person apo jo? Vëlla motë ti shikoje në qoftë se është i bekuar ai person. Sepse ka frikë nga Jahwe dhe që ecën në rrugët e Tija. Dhe sa sot po vajtoj që të ecim në rrugën, në urdhrimet e Tija, në ligjin e Tija, që janë rrugët e Tija. Ti të gëzosh të mirën e Tija. Ja një moment sa ta rregullojmë pak, okej, mbaruam. Dhe kjo është për neve, vëlla motër. Ti do ta shikosh bekimin që ndoshta e ke parë me sy më përpara, ne kemi lexuar këtë, por është edhe për ne vëlla shqiptar që po dëgjon apo për ty vëlla që jemi këtu në miqësinë. Okej. Lum kush ka frikën nga Jahwe, që ecën në rrugët e Tija, në urdhrimet e Tija, në ligjin e Tija. Atëre ti do të hash me mundimin e duarve të tua dhe çfarë do të jesh i lumtur dhe do gëzosh begatinë. Në qoftë se zbaton ligjin e Tija. Dhe gruaja jote do të jetë si një hardhi prodhimesh në intimitetin e shtëpisë sate, vëlla. Bijet e tu si drur ulliri rreth tryezës sate. Ja kështu do të bekohet njeriu që ka frikë nga Jahwe. Jahwe të bekoftë nga Sioni dhe ti pafshë begatinë në Jeruzalemit tër ditët e jetës sate. Ko pafshë bijt e bijve të tu në emër të Jashuas. Dhe paqja qoftë mbi Izraelin në emër të Jashuas. E shikon vëlla motër? Sepse dhe ju motra jeni të përfshirë. Gruaja do të jetë e frutshme thot në intimitetin e shtëpisë sate. Bijt e tu thot jenë përreth tryezës tavolinës tënde. Si drur ulliri, vëlla motër, kjo është një shëmbëltyrë, bijt e tu si drur ulliri, do të thotë që ulliri është i frutshëm, ulliri ulliri ka me mira vite që mund të qëndrojë me sa kanë kuptuar. Të paktën me 100 vjet po, por besoj se me mira vjet. Dhe thotë që ka fjalën që në këtë mënyrë vëlla motë do gëzosh jetën e përjetshme. Sepse lum njeriu që ka frikë që ecën në ligjin e Tija, kështu nuk mëkaton, gëzon jetën e përjetshme. Dhe kështu bekohesh. Dhe thotë ti pafshë begatinë e Jeruzalemit tër ditët e jetës sate. Të jetës së përjetshme e shikon begatinë. Jeruzalemi, qyteti i ri që po zbret, thot ata që do jenë brenda, ky është qytetaria e Jeruzalemit, ka begati, ka bekimet, sepse bekohet, kështu do të bekohet njeriu që ka frikë nga Jahwe.
Dhe gruaja jote thotë është e bekuar dhe ti do të jesh i lumtur, do gëzosh begatinë dhe çdo gjë që do vën duar tënde, vlla motër, do lulëzoj, thotë, do ishi frutshëm, ki besimin e plotë. Ndero atin urdhrimet e tia. Pjesën tjetër do ta bëj ai. Ti bëj tënden. Ki besimin e plotë në zemrën tënde, mos dysho asnjëherë, sepse dyshimi të sjell frikën, mas andaj largohet çdo gjë nga jeta jote. Merre besimin e plotë në zemrën tënde. Okej. Shikojmë një përtequr idhuj të përreth në jetën tënde. Flas për shumë. Ku ndërtua Vatikani në Rom? Është një histori me vete dhe nuk ka të bëj fare me Biblën, me hebraishten, greqishten apo latinishten si fjalë. Ashtu si shumë tradita dhe zakonet të tjera të lidhura me kishën e vërtetë, që thotë me një origjinë i bashkohen, i lidhin emrat me origjinë pagane dhe i futin brenda në kishë. Kishën e vërtetë flas. Më shumë se 28 shekuj më para dhe në themelimin legjendar të Romës, Romulus dhe Remus, që është Odini, që adhurohet në Skandinavi, kishte njerëz të quajtur etruskë. Rreth 3000 vjet më përpara etruskët u vendosën në rajonin qendror të Italisë, të njohur Etruia, dhe sunduan rajonin e Mesdheut përpara ngritjes së Romës. Etruskët nuk i varrosnin të vdekur të tyre brenda mureve të qytetit të tyre. Në vend të kësaj, ata ndërtuan një varrezë të madhe dhe një shpatë kodre jashtë qytetit të tyre të lashtë në zonën që më vonë do quheshe emri Roma. Kishin komplet varrezat të tyre që ndërtuan të madhe në atë kodrën atje. Dhe ne dimë se kujdestari i këtij metropolisë ishte hynia etruske Vatika, demoni Vatika. Emri lidhej me hyninën në tokës të errësirës. Besimet e etruskëve për jetën e përjetshme ishin të ngjashme me ato të egjiptianëve të lashtë, demonët. Trajtimi i eshtrave të ndjerit ishte nevojshme për mbijetesën, për një udhëtim të suksesshëm në jetën e një personi. Gjëra demonike që Bibla nuk flet. Ja se u ndërtua, në çfarë vendi u ndërtua Vatikani, Vatika dhe Roma. Odini, sepse kemi të bëjmë me etruskët që kishin masandaj themelimin legjendar të Romës nga Romulus dhe Remus. Ishin dy uqër që masandaj ushqyen disa fëmijë apo një fëmijë, apo nuk e di, është vërtet që besojnë njerëzit në këtë mënyrë. Le të shikojmë Odinin, ja ku ke dy ujqërit me dy korbat. Odini është ai që adhurohet, që thonë masandaj në 25 dhjetor, që babagjyshi me pak fjalë, babagjyshi. Në Skandinavinë adhurohet. Shikon në lajmet çfarë del. Në 2025 dhe kjo është në 2017 në të djathtë. Po në 2017 del në këtë rast në Irlandë, masandaj filmi thot Betejë e Froneve dhe shikojmë këta masandaj këta qenë si uqër që masandaj i dedikohen Odinit dhe Thorit, vlla motër. Fjala e mërkurë vjen në adhurimin të Odinit. Thor do thot Thursday, Thursday do thot dita e Thorit, e njëjtja. Prandaj nuk përmendim emra të tilla. Në nderim thot që u bëshë masandaj ku i ke. Të dy Romulus e masandaj Remus si e kishte. Dhe ja ku ke filmat, ja ku është filmi demonik masandaj që bën të Betejë e Froneve. Është komplet magji aty brenda. Dhe shikon atë, do ta shikojmë më vonë, por le të vazhdojmë. Ja ku ke. Në Skandinavi i quajnë Hugini dhe Munin. Hugin e Munin. Shikoj shenjën? Të dy gjarprinjve? Është shenja e masandaj e dy principatave. Dy koka, Shqiponja me dy koka. Arkeologja në
në Danimarkë, gjeti, shiko çka ka gjetur. Gjeti Odinin prej Argjendi. Ja ku ke, në dorën e saj. Dhe bën prezantimin masandaj dhe afrohet kush, ja ku ke, ja realisht, ja ku janë dy korbat, një këtu e një atje. Hugin e Munin, dy demonët, dy principatat. Dhe ke Odinin që ulet në fronin e tia. Dhe ajo e merr dhe masandaj si tha, watch kam gjetur tha, Julia, I pray in the name of Yeshua. But anyway, masandaj e nxjerr ekspozitë dhe ja dhuron astronautit. Ja ku e ke në dorë këtu ja. Astronauti thot, astronauti Odin në Danimarkë. Këto gjëra ndodhin hapurazi, duke adhuruar demonët e tyre. Dhe astronautët masandaj që është foto e tyre me 7 të tjerë masandaj që del atje dhe thon, ja japim çdo adhurim, japim Odinit na ndihmojë të shkojmë lart. Dhe masandaj në anglisht që merr fjalën Wednesday është dita e Odinit. Shiko çfarë bën një fast food në Amerikë. Në ditën e Odinit, ky është Wendy's, për ju që jeni në Amerikë, dhe është nga ne në Kanada po. Wendy's është një fast food si pune McDonald's apo të tjerët në këtë rast apo janë të kush ka vajtë mënese. Shiko çfarë bëjnë në adhurim në ditën e Odinit të mërkurës, vendosin një litar me të gjitha këto rrjeta të masandaj demonike. Po litari ishte atje, i varur. Litari, përse litari? Në ditën e Odinit? Dhe shiko çfarë japin masandaj në Wendy në këtë rast, jipnin 7 elemente për këtë paketën që mund ta blinje për ta ngrënë dhe masandaj shikoj çfarë kanë. Kjo kola dhe është dhe luga për ta ngrënë këtë milkshake, domethënë është si tim kosi me qumësht, me fruta dhe shiko çfarë shkruan masandaj këtu. Luga e zymtisë dhe kola më e mirë e servirur si akmarrje. Të shkruajtra këtu. Ja ku i ke në anglisht për ju që kuptoni. The spoon of gloom. Best served cola like revenge. Shikoje, do me thënë, ja ku i ke dy korbat dhe korbi pikërisht këtu ja. Përsi pra në ditën e mërkur që është Wednesday që është dita e Odinit. Ja shikon pilarët masandaj masonike të njëjtin gjë. 2 masandaj kokat në shqiponja në flamurin tonë, njëjta gjë. Ja ku i ke. 2 dualiteti që po flisni motër. Dualiteti i personit. Thotë po do zbatoj, masandaj bën diçka tjetër. Po unë i besoj, praktikon gjë tjetër. Janë frymrat që influencojnë. Dhe në lajme thonë brenda ja ku i ke në fast foodin, thotë përse akoma ky litar nuk hiqet dhe masandaj e heqin mbas disa javësh. Dhe masandaj ja fotot e tyre brenda në atë fast foodin që në adhurim të Odinit, që do thotë fjala nga anglishtje që shikon ekran, do thotë dita e Odinit. Odin e barmend që e pam pak më përpara që tjetra i adhuronte astronautit dhe i luteshe. Shikoj këtu ja çfarë ka ai Huginin dhe ka nga krau tjetër ka masandaj Huginin dhe Munin. Ja ku i ke. Sepse thoshte që ky Odini, ky luftëtari atëre nga mitologjia e tyre, që janë demonët me pak fjalë që krijon në mendjet e tyre, idhujt në zemrat e tyre. Kishte 2 masandaj korba, dy si quhen 2 sorra masandaj që udhëtonin me te. Le të shikojmë diçka tjetër. Ja, mënyra legjenda e Odinit, demoni që në këtë rast i varte kundërshtarët e tij në litar. Dhe thonë që veten pasaj veten ai e vari veten e tija në litar. Dhe shikon në ai filmi që pam pak më përpara që ishin ata 2 qenjtë që në beteja e froneve shikon që kalon 2 magjistarë dhe shikojnë këtë litarin, thotë, ky litari, thotë, ky ishte ai që u varë Odini, thotë, do ta marrin se ka fuqi. E merr ajo gruaja që ishte në kal dhe icën. Ja ku ke
tjetër Odin në Romë, si që ju mund të shikoni në ekran, për ju që akoma nuk e keni parë. Çfarë forme ka salla e audiencave papore në Romë? Përse kjo formë e gjarprit, në çdo detaje, ja ku ke sytë, ja ku ke gojën, ja shikoje, me masandaj pjerësine që duhet dhenë, si që ka kokën një në perkë. Kjo është brenda në Romë. Ati në Vatikë, ku adhurohet Odini. Odini. Romulus dhe ai qenë tjetër, dhe Remus nuk e di si e ka. Është e njëjta festë e Shën Valentinit, sepse atje adhurohen, sepse thoshin për shkak të legjendës të dy ulkonjave që u shyen këtë fëmijë, mësandaj dhe e mbajnë në adhurim të asaj gjëje. Ndërkohë shkrimi thotë të hapurazi, që ti e shikon ekran. Zbulesa 12:9 thotë, kështu dragoi i madh, gjarpri i lashtë që quajtur Satan djallë, mastroi të gjithë dheun. Normal që ka mastruar. Mos u mastro ti vëlla motor, duke marrë pjesë në këto ndërtesa, dil prej tyre. Dil prej tyre dhe merr frymën e shenjtë duke ndaluar së shkelë ligjin e tij dhe beson tek Mesia Jeshua që nuk e anullovi, pagzohesh në ujë dhe ecë në urdhrimet e atij ligji për jetën tënde të përjetshme, që Mesia tha në Mateu 19:17. Zbato urdhrimet e atij ligji dhe do të jetosh, se kështu nuk më katon, tha. Unë e mbajta të njëjtën gjë. Diq gjurmët e mia, thot Mesia. Krishti. Dhe gjarpri i lashtë i madh Satani që mastroi gjithë dheun, u hodh mbi tokë dhe me të u hodhën edhe engjëjt e tij, që ka për të ndodhur akoma, profecia. Por përse forma e tillë e një gjarpri? Një gjarpri të lashtë. Do t'i shikojmë më vonë. Le të shikojmë më vonë. Brenda salla. Jo vetëm jashtë, po ti e ke edhe brenda. Për ju të besimit të tillë. Ta njerëz mua më vjen, ta njerëz që janë brenda. Përse nuk e shikojnë, e di pse vëlla motër? Sepse është magjepsia që u lutën pak më përpara. Ndërkohë i ke dhembët e gjarprit, sytë e tija dhe hapurazi. Dhe këto janë ato jashtë, këto janë jashtë, ja ku i ke. Ja ku i ke dritaret. Nga brenda i ke më mirë të dhënë. Dagoni, prifti i Babilonisë me kokoren prej gojës së peshku që hap gojen. Dagoni ishte një zot, një demon i adhuruar në Sirinë e lashtë, për tej mesit e Eufratit, me tempuj kryesor të vendosur në tutull terka, me shumë dëshmi të kultit që vinë nga qytetet të tilla si Mari dhe Emar. Marmari, do të shikojmë më vonë. Emri Dagon në Bibël rrjedh nga fjala dag, që do të thotë peshk. Në vendbanimet e vendosura në zonën e sipër të Eufratit në Egjipt, konsiderohet si babai i zotrave. Emri Dagon duket më shumë i shkurtuar se forma e krijesës mitike të kujt? Të dragonit. Mjafton të shtosh Ren. Po që Ren, masandaj është Dagoni, që ishte babai i Balit. Dragoi. Kush është dragoi? Dragoi i madh. Mjafton të shikosh për e. Princat e filistejnve u mblodhen për paraqitur një flijim të madh Dagonit në Bibël, që njerëzit adhuronin dhe është në Bibël, Gjyqtar 16:23, ti e ke në ekran. Një flijim të madhit Dagonit, zotit të tyre, për të gëzuar këta filistejnët që ishin kombet pagane. Dhe ata thonin që Perëndia ynë na ka dhënë në dorë Samsonin, armikun tonë. Ndërkohë Samsoni ishte vajosur për jatit, por normal që ai pastaj shkeli urdhrimin e atit dhe ju hoq fuqia, sepse u tërhoq nga idhujt e Adelajlës, pryma e Jezabelit.
Dhe i tregoj masandaj, e joshi, masandaj, a i normal, u kap nga emocionet, nga bukuria saj, i tregoj sekretin e fuqisë të tia, që ndodheshe në mosprerjen e flokëve të tia. Po ti preshe floka, masandaj, flokët që i la ati si urdhër, mos i prej, dhe kështu do kesh fuqinë masandaj për të drejtuar dhe për të rrëzuar filistejnë, që ai me një kockë prej gomari, prej devejem duke se që ishte, rëzovi me mira prej tyre, që i vinin me shpata, vetëm me kockën e nofullës të devejse. Sepse i dha fuqi për me shenjtë, masandaj për të goditur. Por kur e u largua prej betimit dhe thevja të betim, masandaj fuqia e ra, e kapën, e vranë, masandaj, dhe normal që ajo shkundi njëra të tempullin Dagonit që ishte atje, dhe u rruzuan tëra kolonat, dhe vetë që ndrovi brenda atje. Po shikoj Dagonin që është pjesë e adhurimit, që ati në këtë rast nuk do që të kemi gjëra të tilla, nuk do që të adhurosh Dagonin ti në bashkë me ta. Një ku kemi atë që pam pak më përpara, Dagonin, Odinin, dy gjarë printe, me shenjën e kryqit, që beshin sakrifica Hermesit, i njohur edhe Apollo në Greqi, Hermes ishte në perandorinë romake, që adhuronin. Dhe ata e kryqëzuan Mesian. Ishte shenja e vdekjes, është shenja e poshtërimit, ishte shenja e tyre, nuk është shenja jone, e kishte së vërtetë. Nëse ke në shtëpi, merre hidhe, sepse është shenja e vdekjes, është vudu, shenja e vdekjes. Ja ku ke, më fal. Shenja e vdekjes në Egjipt, ja ku ke kryqin. Që adhuroheshe dielli, simbolet e diellit. Simbolet e diellit. Çan këtu gjëra me të vdekurit në kokat e tia. Me shenjën e vdekjes. Dhe shikon masandaj që i afrohen njerëzit që janë demonizuar dhe i bëjnë kryqin përpara. Dha për atë punë luta, nuk ishte një gjë e mirë. Më kupton? Për atë shenjë në ballë. Nuk ishte prej atit ajo, ishte një gënjeshtër. Mos mendo se është prej atit, sepse Satani mund të shfaqet si një engjëll drite për të gënjyer. Më kupton? Prandaj u luta për atë punë. Sepse këto janë shenjat e vdekjes, këta janë mos janë nga priftëria e levitëve të Izraelit, 12 fiset e Izraelit për të marrë titullin e një prifti, që asnjëri tani nuk e ka atë titull të priftit. Vetë se kemi zyrat e apostujve, profetëve, ungjilltar, barinj mësues të kishës së vërtetë që ecën urdhrimet e atij ligjit, zbaton festat e atit, beson tek Mesia me gjithë zemër dhe ndjek gjurmët e tij që ai, Mesia Jeshua Krishti i Izraelit, i lindur nga barku e nënës së tij, Miriam, i konceptuar nga fryma e shenjtë, jo nga njeriu. Ai eci na tregoi rrugën, ato urdhrimet e atij ligjit, kështu për të mos mëkatuar. Mateu 19:17, Luka 10, shko shikoj çfarë thotë. Çfarë do të bëj të gëzoj jetën e përjetshme, jo afruan dy persona. Dhe i tha çfarë është shkruar në ligjin, zbato urdhrimet e atij ligjit dhe do të jetosh, se kështu nuk mëkaton, gëzon ringjalljen. Jo një deklarim bosh, unë besoj, unë e njoh. Ja ku ke ikonat. Ja ku ke ikonat. Vrapa të vdekur me shenjë lartë të vdekjes. Shumë urgjente. Krishti po vjen. Po vjen që ti të largohesh nga palishmëria dhe shumë e ndjekin, shumë ju e ndiqni marmarin. Të shikon frutet. Luten të vdekurve. I adhurojnë të vdekurit. Kjo masandaj është video që kam, një ditë do ta tregojmë. Ja afroshe njëra dhe masandaj, bëra një poster dhe kam një poster të madh e pikturova vetë. Dhe bëra për ty si dhuratë, thoshte. E zbulon atë kartën marmari, foto e Marias. E puth atje. E puthi. Dhe sa për ju që keni puthur të gjërat, lutem atit të pendohesh, të mos e bësh me dil prej atyre. Ec në urdhrimet e atit të përsosura, në ligjin e tij të përsosur që Mesia eci,
dhe kështu po e puth atin e zemrën tënde, me ecjen tënde, jo me ikona të vdekurish, jo me ç'lidhje kemi ne me të vdekurit. Ja ku ky e ka veshjen e zezë, me 2 gjarprinjtë, që është Hermesi, që veshin sakrifica në udhë kryqe, në Greqi dhe përtej, Odini, ja ku ke adhurimin e Odinit, të njëjtën gjë. Ja, ku kemi poshtë, më fale, pas kam këtu poshtë. Shikon 2 gjarprinj, po pse ky gjarpri ka që adhuruar? Ky gjarpri lash të bën ndërtesën në Rom të ndërtesës papore. Apo jo, nuk e pam pak më përpara. Përse ky gjarpri ka që adhuruar? Brenda e ke dhe jashtë. Përse? Përse ka që adhuruar? A nuk duhet të adhurojmë atin dhe të lidhemi ngushtë me te, dhe të zbatojmë urdhrimet e tij. Në momentin që një katoliku i sjell urdhrimet e atit, eksodin, ligjin e përtërir apo çdo vend të urdhrimeve të atit, me njërë vrapojnë, ikin, sepse janë adhurues të gjarprit. Do të shikosh evidenca të tjera. I kanë folur më përpara, por ja ku ke